Mirë mbra më miq, a jeni mirë? Sot do t'ju tregoj diçka që do t'ju pëlqej shumë. Kush nga ju ka provuar ndonjëherë lojën VR ose quajtur virtual reality, me ato syzet që shikon në 3D? Jam i bindur që do t'ju pëlqej, ndaj ndiqeni me vëmendje dhe faleminderit që jemi për herë bashkë. Shumë faleminderit. Kush është rastisht, nëse është e mundur dhe nëse ka harruar, le t'i bëj like faqes siç jemi sërish, nuk e kushton asgjë. Por dëgjojeni këtë sepse ka të bëj direkt me mendjen tuaj. Ndoshta dikush nga ju e ka provuar, po unë do t'i them që shpeshherë njeriu kur ndodhet përballë disa fenomeneve të tilla, frenohet dhe thot se dikush për shembull më thot mua, po pse më ty të ka ndodhur çdo gjë, dhe unë doja t'ju pyesja juve në këtë rast. Nuk dua të shtoj më shumë këtu, por do të pyes juve. A e keni provuar ndonjëherë lojën virtuale me syze? Unë dia u sugjeroj, por ta bëni vetëm një herë ose maksimumi 2 herë. Maj para disa viteve, nuk maj vitin, nëse ishte 2017 apo 2018, nuk e maj mend, por më duket 2018, shkova, ishim me disa shok dhe u futëm në një, sapo kishim dalë këtu në Itali, këto lojrat virtuale. Dhe u futëm në një nga këto sallat e lojrave dhe gjithse kush zgjodhi një lojë për të luajtur, mirë po ishte në të njëjtin vend, me fjalë aty ose do hyja unë ose do hynte një tjetër, ishte një vend i vogël ku aty vije ato syzet virtuale dhe kishte një asistent që të asistonte aty. Secili bëri lojën e tij. Mua më troqi loja e ping-pongut. Nuk e di pse, po më troqi aty. Nuk është se e luaj, por jo se kush e di se çfarë. Dhe fillova të lozja lojën e ping-pongut. Mirë po, kisha bërë për 2 pagesa, kështu që loza më shumë se të tjerët, dhe ç'bëra pasi mbaruan dhe ata se i lash që të lozin dhe ata, u futa sërish, që të lozja sërish. Kësaj radhe e mora më shumë seriozisht. Kaq seriozisht sa më dukej çdo gjë reale. Sepse mendja gjatë kohës që ishte aty ishte vrarë me atë mendim dhe shikonte çdo gjë sikur të ishte reale. Dhe kur e provova për herë të dytë, dukej akoma më reale. Pra duke sikur u futa dhe sikur e doje atë ose sikur ta dashuroj atë shumë që ta bëja sa më mirë. Se siç e kemi dhe ne shqiptar, pse mua do më mundi, unë jam më i fortë. Dhe kështu që edhe nga kjo ndoshta dhe fillova që të lozja me zell. Por çfarë ndodhi? Ky zell i madh ishte, përveç se unë e shikoja kaq reale çdo gjë, ajo tavolina e këtij ping-pongut dukej kaq reale. Dhe në një moment, nuk e se kur je në lojë ti e harron. Dhe siç isha në një krah që pasi kishte rënë topi nga ana tjetër, pra ping-pongu, sigur doja që të mbështetesha, si ndonjëherë që mbështetesh ndonjëherë kështu. Dhe vura vifjen që të mbështetesha. Për pak krash më mbajti ai që ishte aty afër, me fjalë asistenti, dhe zgjati dhe pak humba kësaj radhe dhe hoqa syzet, dola nga loja. Por ai mbani mend çfarë thash, që unë gjatë momentit që po lozja ishte kaq reale sa që unë ula në tavolinë si për të ulur, tamam se më duk tavolinë normale. Pse po ja u them këtë? Merrini me mend një djalë i ri ose shumë nga ne, nëse loz për herë me të njëjtën lojë, ti mbetesh aty. Pra ti nuk mundesh, truri yt, nuk mundet që ta ndaj kush është e vërteta, pra kush është loja, është ajo atje apo është loja jetës, ose kush është jeta e vërtetë, është ajo atje, ajo që ti po loz me ping-pong, apo është kjo jeta këtu. Pra truri me kalimin e kohës nuk e kupton më. Nuk e di më kuptoni apo jo, nëse e kuptuat dhe se sa e rëndësishme është. Pra ti, kur përdor një diçka, çfarë do lloji qoftë ajo, pra po flas për botën virtuale, pra për këto syzet virtuale ose virtual reality, truri me kalimin e kohës nuk e kupton se kush është jeta reale, nëse është ajo që ne flasim tani apo aty gjatë lojës.
E di që për dikë këto duken si fantazira, por në qoftë se ju e provoni, do ta shikoni se është vërtet kështu siç po ju them. Pra, pse po e them këtë? Është e rëndësishme, sepse po sikur truri njeriut, me një fjalë, ti ta mësosh si të duash, me anë të një programi. Ta mësosh si të duash. Pra ti, në qoftë se e programon trurin e ti, në këtë rast me këto syzet virtuale, që të shikoj gjithmonë me syzet virtuale, çfarë i ndodh trurit? Sipas jush. Ju thash, ju paralajmërova që do t'ju pëlqej. Në qoftë se ju vendosni syzet virtuale, provojeni. Vendosni syzet virtuale dhe rrini ashtu gjysmë dite, ose një ditë të tërë. E dini se çfarë ndodh? Truri nuk do të njohë më jetën që ti jeton. Pra, për të rikthyer edhe një herë truri, i duhet kohë. Dhe ti merre me mend që ti jetosh gjithmonë me syzet virtuale. Pse po e them këtë? Sepse, po sikur, truri ynë t'jetë programuar në një formë të caktuar që ti të shikosh vetëm disa gjëra në atë formë. Dhe ti mos të kuptosh botën tjetër, çfarë lloj bote qoftë ajo. Pra në qoftë se ekziston një botë tjetër. Shiko, nga momenti që lindën këto syzet virtuale, disa teoricient të rinj, disa student, për shembull, janë disa student që pash edhe nga Hungaria, kanë bërë një test. Ata vurën disa shokët e tyre, që të shikoni gjithmonë një test universiteti, vunë shokët e tyre, nga njëra vunë shokët e tyre që të bënin lojra. Lojra me këto virtuale, pra me virtual reality. Ndërsa nga ana tjetër, me një tjetër lloj loje që është me fjalë me ushtar, me vrasje. Dhe pas 3 ditësh që bën këtë testin, sepse bën 3 ditë rresht, shikoni në çdo 3 ditë çfarë ndodhte, ditën e tretë ndodhi diçka absurde. Këta që bënin lojra normale, këta ishin njerëz normal, edhe pse u dukej herëherë, u dukej me fjalë kur kalonin nëpër shkallë, fjalë për fjalë janë kështu, që kur kalonin nëpër shkallë, u dukeshin sikur shkallët ishin bosh. Pra truri nuk arrinte më të perceptonte që ecjen nëpër shkallë. Ose një vajzë fliste si për qartë, sikur nuk i vinin fjalët ashtu siç duhet. Merre me mend, vetëm në 3 ditë kjo. Dhe në qoftë se këta të tjerët nuk bën ato lojra, po bën lojra më të vështira, pra me vrasje, këta u bën që të gjitha agresiv. Nuk u thoshe do të gjë, brenda 3 ditëve kjo, nuk u thoshe do të gjë sepse mundet të qellonin. Pra shtynin njëri tjetrin, pra truri filloi që të ambientohesh me atë i gjë. Dhe e them këtë sepse ne varet së pari, truri ynë është programuar i tillë. Në këtë rast unë mendoj, jam i bindur që truri ynë është i programuar. Po tani merreni me mend çfarë programi gjendet në trurin ton. Sepse është një program që deshifron ato informacione që ne marrim. Në fakt, po ta vini re, ne jemi imitues të çdo gjëje që ndodh. Në qoftë se për shembull lind, siç e kemi thënë gjithmonë, në qoftë se lind një fëmijë në Afrikë, ai do imitoj ata njerëz që janë aty, pra afrikanët, nuk mund të jetë amerikan në mendime, ose nuk mund të jetë shqiptar në mendime ose italian. Sepse ai jeton në atë kontekst, dhe ai kontekst atë i ofron. I ofron atë nivel të inteligjencës dhe ato informacione që ata kanë, ai vend, sepse me ata përballet. Pra si do të zgjoj ai mendimin? Nuk mund ta zgjoj. Dhe këtë e them sepse secili qoftë, nëse lind në Amerikë, në Angli apo kudo qoftë, ai ka atë botën e kuptimit. Pra ajo është botë e kuptimit të tij. Dhe është tepër e vështirë që ti ta ndryshosh. E ndryshon vetëm nëse ka influenca ose si quhen turistni të tjera që nuk janë të atij vendi, por në forma të tjera. Ndoshta
imagjinare ose ndoshta të një dimensioni tjetër. Pse e them këtë? Sepse në radhë të parë ne jemi të programuar, pra truri ynë është i programuar në atë formë. Është i programuar që të perceptoj atë botë ashtu me ato sense që ai ka. Por ndërkohë ne edhe ambientohemi, pra imitojmë botën që na rrethon. Pra, në këtë rast imitojmë botën virtuale, në qoftë se ne jetojmë botën me anë të syzeve, virtual reality. Dhe mendoj që ky është një zbulim i madh, sepse kjo do të thotë që njeriut mund t'i shtohet megabajt, pra inteligjenca ose veprimi, dhe mund t'i hiqet njëkohësisht. Sepse, siç u thash, nëse do jetonte njeriu në Afrikë, ai do sillesh si një afrikan. Nëse do jeton në Amerikë, do sillesh si një amerikan. Pra, ambientohet me vendin ku gjendet. Në këtë rast, unë jam i bindur që njeriut, nëse jep informacione, sa më shumë informacione jep, aq më shumë ai ecën përpara dhe zhvillohet jo vetëm në mënyrë psikologjike, por edhe fizike, sepse zhvillohet truri, zhvillohet trupi. Kështu që jo vetëm shkenca na tregon që jo vetëm jeton mirë, por jeton dhe më gjatë, sepse truri, duke patur më shumë neurone, jeton edhe më gjatë. Pra, unë shpresoj mos kem qenë shumë kompleks dhe shpresoj ta keni kuptuar që në të vërtet virtual reality është një metodë për të kuptuar që bota atje jashtë është e pafundme për trurin e njeriut. Pra ne, duke qenë një pjesës e vogël e universit të madh, pra një tru i vogël i universit të madh, unë jam i bindur që mund të arrihen shkallë shumë të larta të inteligjencës, pikërisht pra në bazë të informacioneve të niveleve të larta. Pra sa më shumë informacione merr, aq më shumë zhvillohen neuronet dhe aq më gjatë jeton njeriu. Kështu që shpresoj të kem qenë i qartë. Ju përshëndes, ju përqafoj dhe natën e mirë.